Tani që jemi gati për të zhvilluar një super ndeshje kickbox. Një nga ato gjërat që ndodh rreth herë në televizion shqiptare dhe mirëprisni një super luftëtar rrugësh, Street Fighter, që edhe këndon një pop shumë mirë. Zoa zotrin, Noize! Okej. Ja ku është? Sa betejat fituara? Sa brinj të thyera? Për të tjerët apo jo? Për të tjerët, për të tjerët. Okej, je gati plak? Je gati të presësh? Gati. Kush është kundërstari? Do të vi tani një kafshë e vërtet. Një shtaz ringjesh. Është kampion në peshat e rënda 100 kg, domethënë, e lartë. Zonja zotrinj, mirë prisni atë që ka për t'i thy brinjët këti këtu. Rashi! Hello. Okej, mund t'i ish një kapuqat, Dhe thynë mesme. Yeah! Plak, je gati? Po, ti je gati? Më shumë se kur. Po? Okej. A mund t'ju shofë duart? Në rregull. Ti, pas ke pre thënjt? Mirë, mund t'i ish një roba banjot, këto veshjet? Publiku, jeni këtu apo jo? Atere, rregullat janë qarta, mos gjuni këtej nga... Dhe vazhdoni sherrin. Ti do jesh... Unë do rri qik më mrapa se jam arbitri. Rasheli, okej? Okej? Lutëm. Mos e bëjt direkt vdekur. Atere, 3, 2, 1... Hajde në gjithë! Fillo! Laske tra. Po bjerë më një fundja një fort. Gjuj. O Noizi, ora se gjuj me komin. Ku ti gjuj, ma, si ka pëtë në vaja, më, qa ti bëj? Haj. Gjuj. Forca Noizi, pute një top. Pute. Bravo. Ose në kurse më kur gjuj më vla. Po si gjuj do të më se shumë shpejt. Kujdes. Majë që këtë. Gjuj. Vazhdo. Rashel, gjuj. Rashel, gjuj. Me Noizin dhe Rashelin. Natë mirë, shive me shtunë në ashe.